Enedi Laçi, Eril Dilaçi, Enrique Kurti dhe Andi Laçi janë të rinj të moshës nga 20 deri në 25 vjeç, të cilët po udhëtonin me një automjet tip Benz, kur nga përplasja e fortë me një betoniere, e cila shkaktoi shpërthimin e makinës duke i marrë jetën atyre. Kryeministri gjatë një takimi ka deklaruar se prindrit e shohin atë si shpëtimtarin e fëmijëve të tyre. Kjo ka ngjallur diskutime dhe replika në rrjetet sociale. AKU vazhdon të mos përmbush detyrat që janë ngarkuar. Një qytetare ngre alarmin për produkte të skaduara dhe të mykura në marketet e Shkodrës. Bashkimi Evropian po mobilizohet për të krijuar privatësi ushtarake dhe të forcojë sigurinë pas rrezikut rus dhe dyshimeve për tërheqjen e SBA-s nga mbrojtja. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Mbi 145 milion euro ka përfituar nga fondet publike kompania GPG në pronësi të Paqësorbuzit. Tenderin e fundit ja ka dhënë Armando Subashi, kryetari i Bashkisë së Fierit, për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e shesheve brenda territorit të bashkisë. Bashkia Fier, e drejtuar nga Armando Subashi, ka shpallur së fund me fituesin e tenderit me objekt blerje, furnizim vendosje, materialeve të nevojshme për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme dhe shesheve të Bashkisë Fier. Procedura e hapur me këtë numër reference kishte një fond limit prej 249 milion e 470 mijë lekësh të reja pa TVSH ose rreth 3 milion euro me TVSH. Kompania fituese, GPG Company, në pronësi të Paqësorbuzit dhe Gëzimdanit, ofroi vlerën prej 165 milion e 98 mijë lekë të reja pa TVSH ose rreth 2 milion euro me TVSH. Sipas dokumenteve të tenderit, një kompani tjetër pjesëmarrëse kishte ofruar rreth 250.000 euro më pak se GPG Company, por kjo ofertë nuk u mor parasysh. Ky fakt ngre dyshime mbi transparencën dhe drejtësinë e procesit të prokurimit. Paqësorbuzi është një biznesmen i njohur në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Kompania e tij, GPG Company, e themeluar në vitin 1966 dhe me selin e lushnje, ka fituar një numër të konsiderueshëm tenderësh publik gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të disponueshme, nga viti 2019 deri në vitin 2025, GPG Company ka fituar tendera pafund me një vlerë totale prej 145 milion eurosh. Për te i këtyre shifrave astronomike, në vitin 2024, kontrolli i lartë i shtetit konstatoi shkeljen e një tender të Bashkisë Durrës, ku GPG Company ishte pjesë e një bashkimi operatorësh ekonomik. Por vetëm kaq, asgjë nuk ka ndodhur dhe Paqësorbuzi vazhdon të llabërojë si pa të keq paratë publike të shqiptarëve. Gjatë një takimi ditën e dieshme, kryeministri Edi Rama u shpreh se 95% e prindërve shohin atë si shpëtimtarin e fëmijëve të tyre. Kjo deklaratë ka ngjallur replika ku shumë qytetarë janë shprehur të pakënaqur për qeverisjen e deritanishme. Gjatë një takimi të mbajtur ditën e dieshme, kryeministri Rama komentoi mbylljen e platformës TikTok, duke thënë se 95% e prindërve të Elbasanit ishin pro këtij vendimi. Ai shtoi se prindrit e shikonin atë si një mundësi për të shpëtuar fëmijët nga mortja që TikTok kishte futur në trupin e tyre. Me pasion, ai bëri thirrje që të votojnë për shpëtimtarin, duke thënë se vetëm ai e di se çfarë është e mira për fëmijët tanë. TikToku nuk është mbyllur ende, por edhe pse fëmijët nuk mund të kenë TikTok, ata mund të kenë Instagram dhe Snapchat, apo do të mbyllin edhe këto. Në vend që të shpëtoni fëmijët nga një platformë, pse nuk punoni për të ndryshuar realitetin që ata përballen çdo ditë? Po për sytë e prindërve që i kanë fëmijët jashtë kufive të Shqipërisë, zoti Rama, a jeni juve shpëtimtar? Janë mira të rinj që u larguan nga vendi sepse nuk dinin ç'të bënin me jetën e tyre. Arsimi i coptuar, tregu i punës, korrupsioni, shërbimi shëndetësor. Pse kaq shumë të rinj e gjetën të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë, kur ju si shpëtimtar keni bërë më të mirën? Kush është mortja e vërtetë e këtij vendi? Rrjetet sociale apo politika juaj 34 vjeçare? Nëse ka diçka që është e dëmshme për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve, padyshim që duhet marrë një masë për ta eliminuar. Prandaj çdo platformë që ndikon në mënyrën se si ndihen fëmijët, mendojnë apo zhvillohen ata, duhet të jetë në vëzhgim dhe kontrollin e prindërve dhe autoriteteve. Por në të njëjtën kohë, duhet të kuptojmë që largimi i një mundësie online nuk është zgjidhje e vetme. Zgjidhja e vërtetë që do t'i mbrojë ata është të ndryshojmë realitetin e jetës së tyre, ku ata të kenë mundësi të zhvillohen dhe të rriten në një mjedis të shëndetshëm, pa pasur nevojë për ndihmën e shpëtimtarëve, që përveç rregullimeve të përkohshme, nuk ofrojnë asnjë perspektivë për të ardhmen.
Autoriteti kombëtar i ushqimit her pas here është vënë në qendër të skandaleve për shkak të mospërmbushjes së detyrave të tij. Një qytetare në Shkodër bën thirrje për kontrollin e marketeve pasi po shiten ushqime jashtë çdo standardi, duke vënë në rrezik jetën e tyre. Drejtuesit e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ndërrohen çdo vit, por siguria ushqimore dhe cilësia e produkteve të konsumit mbeten në nivele alarmante. Një qytetare nga Shkodra ka denoncuar në redaksin ton cilësinë e produkteve ushqimore në rrjetin e marketeve Xhedis në këtë qytet. Ajo ka treguar me foto se si në frigoriferët të mbyllur të marketit që ndodhet pranë spitalit ekspozohet dhe shitet sallami mykur, edhe pse është i ambalazhuar dhe i mbyllur. Ky incident ka shqetësuar qytetaren pasi produktet ushqimore me myk të skaduara apo me baktere mund të shkaktojnë pasoja të rënda për shëndetin. Ajo i bën thirrje Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të ndërhyjë dhe të realizojë inspektime të menjëhershme në të gjithë supermarketet dhe dyqanet ushqimore për të siguruar që produktet që hidhen në treg janë të sigurta për konsum, pasi ka dyshime se drejtuesit apo menaxherët e marketeve fikin gjatë natës frigoriferin për të mos shpenzuar energji elektrike. Qytetarja i kërkon AKU-s me në krye tani më Olsi Komicin, kandidat i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit, që të marrë masat përkatës edhe të sigurojë që një situatë e tillë të mos përsëritet duke mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve. Ajo thotë se kjo lloj neglizhence nuk mund të tolerohet pasi jeta e qytetarëve është në rrezik. Duhet thënë se AKU, edhe pse një prej institucioneve më të rëndësishëm zyrtar dhe më me shumë përgjegjësi, me kohën ka treguar se drejtorët i ka vetëm për figurë dhe si shpërblim për punën që i bën Ramës. Mesazhi qytetares. Përshëndetje, i bëj thirrje AKU-s të ndërhyjë menjëherë pasi kështu po na rrezikohet jeta të gjithëve. Shikoni sallamin e mykur në marketet Xhedis në Shkodër te spitalet. Një protestë paqësore kundër fabrikës së Alban Zusit në Lezhë përfundoi me dhunë kur policia bashkiake sulmoi protestuesit të cilët mbanin parullën "Na morët frymën" dhe ishin në pritje të kryeministrit Edi Rama. Një protestë paqësore kundër fabrikës së Alban Zusit në Lezhë ka përfunduar në dhunë kur policia bashkiake sulmoi protestuesit. Ata të cilët mbajtën parullën "Na morët frymën" dhe ishin në pritje të kryeministrit Edi Rama, u goditën dhe 3 prej tyre u shoqëruan nga policia. Me parullën ton, "Na morët frymën", shkuam paqësisht në mitingun e Partisë Socialiste, ku na thanë se do të ishte Edi Rama, të cilin duam të takojmë prej kohësh. Mbajtëm distancë dhe qëndruam në heshtje. Na usulën me forcë policia bashkiake duke gjuajtur djemt tan. 3 prej tyre u shoqëruan nga policia, shkruan një prej protestuesve. Fabrika e Alban Zusit, e njohur për përpunimin e mbetjeve shtazore, ka nisur aktivitetin e saj në janar të vitit 2020 dhe është bërë një burim shqetësimi për banorët e zonës në Lezhë. Sipas banorëve, fabrika shkërkon materiale që lëshojnë një aromë të fortë dhe të pakëndshme, e cila përhapet në të gjithë zonën, veçanërisht gjatë verës, ku situata bëhet edhe më e rëndë. Licenca e dhënë nga Ministria e Ekonomisë parashikon lëshimin e aromave, por siguron përdorimin e detergjentëve për të zvogëluar ndikimin e tyre. Megjithatë, banorët janë të shqetësuar për efektet e mundshme negative, pasi shpërndarja e mbetjeve kalon në lumindrin dhe ndikon në mjedisin përreth. Një fermë kanabisi me kushte dhe stil anglez u zbulua në Laknas të Kamzës, ku 2 vëllezërit Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi kishin shndruar vilën e tyre në një laborator të sofistikuar për kultivimin e bimëve narkotike, ndërsa hetimet zbuluan se punonjësi i OSHE-s kishte ndihmuar në fshehjen e lidhjes së paligjshme të energjisë elektrike. Një shtëpi bari me kushte dhe stil anglez është zbuluar së fundmi në Laknas të Kamzës. 2 vëllezërit, Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi, pas kthimit nga Anglia kishin shndruar vilën e tyre 3 katëshe në fermë kanabisi me mbi 20 rrënjë të mbjella. Një sasi e përpunuar kanabisi si dhe pajisje të sofistikuara për kultivim, 5 llampa speciale për ndriçim dhe ngroje, 2 filtra për pastrimin e aromave, 3 ventilator freskues dhe 2 pajisje për matjen e temperaturës. Të rinjt duket se kanë patur eksperiencë të mirë në Angli, pasi janë kujdesur që askush të mos dyshojë për aktivitetin e tyre të paligjshëm që zhvillonin në katin e dytë të banesës. Ata kishin vendosur aspirator dhe freskues për të larguar aromën dhe përdornin bokse me muzikë të lartë për të mos rënë në sy. Hetimet kanë zbuluar se punonjësi i energjisë elektrike në OSHE, Endrit Paja, 29 vjeç, kishte favorizuar këtë aktivitet të paligjshëm, duke mos raportuar lidhjen e paligjshme të energjisë elektrike që përdorej për kultivimin e bimëve narkotike. Për këtë arsye, ai është arrestuar për shpërdorim detyre. Pas arrestimit të 2 vëllezërve, policia ka proceduar në gjendje të lirë babain e tyre pasi dyshohet se kishte dieni për këtë aktivitet të paligjshëm dhe nuk kishte kallëzuar.
4 të rinj nga 20 deri në 25 vjeç humbën jetën ditën e djeshme si pasojë një aksidenti. Makina e tyre u përplas me një betoniere dhe më pas shpërtheu në flak, duke i djegur të rinjt brenda në automjet. 4 të rinj humbën jetën tragjikisht në mbrëmjen e djeshme në aksidentin e rëndë në aksin Fushkrujvor në Fushprez. Ata janë identifikuar si Enedi Laçi, Eril Dilaçi, Erikejt Kurti dhe Andi Laçi. Të rinjt të moshës nga 20 deri në 25 vjeç udhëtonin me një automjet tip Benz, kur përplasja e fortë me një betoniere shkaktoi shpërthimin e makinës dhe zjarrin, duke i marrë jetën atyre. Aksidenti ndodhi rreth orës 23:50 minuta në fshatin Fushprez dhe pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve nga kamza, nuk mundi të shmangi tragjedia, pasi makina Benz e të rinjve ishte me impjantin gaz benzin. Shoferi i betonieres Aleksandr Krashi, një 24 vjeçar, në fillim u largua nga vendi i ngjarjes pas aksidentit. Megjithatë, ai u arrestua nga policia dhe u shoqërua në komisariat për hetime të mëtejshme. Policia vijon hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet e ngjarjes. Bashkimi Evropian ka propozuar rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe bashkimin e burimeve për projekte të përbashkëta mbrojtjeje, duke synuar të forcojë sigurinë evropiane përballë kërcënimit nga Rusia dhe dyshimet për mbrojtjen nga SBA. Bashkimi Evropian duhet të rrisë ndjeshëm shpenzimet ushtarake, të bashkojë burimet për projekte të përbashkëta mbrojtjeje dhe të blejë më shumë armë evropiane sipas një plani të ri të zbuluar nga Komisioni Evropian të mërkurën. Ky propozim vjen si pasojë e frikës nga Rusia dhe dyshimeve për të ardhmen e mbrojtjes nga SBA. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, theksoi se rendi ndërkombëtar për përballet me ndryshime më të mëdha që nga viti 1945 dhe cilësoi këtë një moment vendimtar për sigurinë evropiane. Ajo shtoi se Rusia ka vënë ekonominë e saj në modalitet të plot lufte, duke alokuar 40% të buxhetit të saj federal për ushtrinë. Në përgjigje, BE-ja kërkon të plotësoj bashkëllëqet në mbrojtje në fusha si mbrojtja ajrore dhe raketore, artilleria, municionet, dronët dhe lufta kibernetike. Një nga masat kryesore është krijimi i një tregu të përbashkët për pajisjet ushtarake dhe kufizimi i rolit të prodhuesve të armëve jashtë Bashkimit Evropian, si dhe SBA, Britani dhe Turqia. Sipas Komisionerit Evropian të Mbrojtjes, Andrius Kubilius, 450 milion qytetar të Bashkimit Evropian nuk mund të mbështeten të 340 milion amerikan për të mbrojtur nga 140 milion rus, të cilët nuk kanë mundur të mposhtin as 38 milion ukrainas, ndërsa propozimi i BE-s mund të përballet edhe me kundërshtime nga disa shtete anëtare. Ai sinjalizon me ndryshim të madh drejt ngaqësjeje më të bashkuar për mbrojtjen evropiane. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më nu takofshim.